Allahun azza wa jalla falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij, fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun azza wa jalla që na dha ymër dhe shëndet, që ta përjetojmë edhe këtë xumë, këtë ditë të madhe kur do ta lutim Allahun subhanahu wa taala, që të na gradoj me të mirat e tij të panumërta, e të na i fshinj dhe shlyj gjunahet dhe gabimet që i kemi. Amin ya rabbel alamin. Vazhdojmë me ligjëratat dhe derset që kanë të bëjnë me etikën dhe terbinë dhe mënyrën e veshjes që duhet ta bëjë çdo musliman. Që çdo musliman këto mesele t'i mësoj një herë e përgjithmonë. Dhe nuk është rastësisht që ka tepër se 5 javë, 5 xumë me radh, apo ndoshta edhe më tepër janë bo, që kemi mbajt ligjërata hususi për mënyrën dhe formën e veshjes. Nga se kohëve të fundit, duke pas udhëtime të ndryshme muslimant, kur janë qelë kufint, kur ka nga ana tjetër edhe komunikim të pakufishëm me anë të televizorit dhe internetit dhe mediave tjera, do të qofshin ato print version audio apo video vizuale apo audio vizuale, do të kemi me një farë mënyre përzirje të traditave, përzirje të formës së veshjeve dhe kështu me radhë. Dhe për këtë shkak është e nevojshme që të ndalemi dhe të mësojmë këto rregulla dhe këto parime, të dimë se si muslimani duhet të duket, si duhet të vishet dhe kështu me radhë. Sot përmendim rregullin, terbijen që ka të bëjë me atë se muslimani e ka haram që vajza apo femra të veshet me teshat e meshkujve, burrave, dhe mashkulli të veshet me teshat e femrave, apo burrat të veshen me teshat të grave. Do thotë Allahu azza wa jall e ka ndalu që muslimani mashkullit t'i përngjason femrës, e femra t'i përngjason mashkullit. Qoftë kjo në veshje, qoftë kjo në pamje, dhe në gjitha segmentet tjera që femra ndalohet t'i përngjasoj mashkullit dhe mashkulli t'i përngjasoj femrës. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: La'ana Allahu al-mutashabbihati min an-nisa'i bir-rijal wal-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa. Thot Allahu i ka mallku. Thot Allahu i ka mallku, Allahu i mallkoft, bile ka bo doa, Allahu i mallkoft. Gratë, të cilët gra ju përngjasojnë burrave dhe burrat të cilët ju përngjasojnë grave. Dhe burrat të cilët burra ju përngjasojnë grave në veshje. Dhe kjo formë e veshjes, apo ky hadith shpeshher keq kuptohet nga burrat dhe nuk ja din manon e vërtet të kësaj, dhe mendojnë se përngjasimi me gra është vetëm me vesh burri mantil. Kjo më domethënë është çmenduri, nëse edhe këtë drejtë arrin njerëzit, tamam puna më. Atëherë s'po mojmë ders hiç. Çështja është se këto mesele janë më të holla, më precize, më detajzume, që duhet pas parasysh mashkulli, që ti mos i përngjason femrës, e as femra mos i përngjasoj mashkullit në veshje dhe pamje. Dhe këtë të gjithë na e dim fort mirë, se femra e ka detyrë dhe obligim fetar të vete që del nga shtëpia e saj me mbulesë, me mantill dhe shami, kurse mashkulli del pa mbulesë, duke vesh pantallona dhe këmish dhe majic dhe del. Nuk ka nevojë për shami dhe mantill. Nga ana tjetër, kemi tesha të cilët janë të lejuar për femrat, janë ndaluar për meshkujt. Dhe e kundërta, kemi tesha të cilët Allahu i ka lejuar për femrat, va ka bë haram meshkujve, burrave. Sikur sa është veshja e mëndafshit, zbukurimi me are, dhe kështu me radhë. Ajo që ndalohet për ngjasim, kurse për mashkullin e ka ndalu edhe aren edhe mëndafshi, si e përmendëm në pika, do të thotë më të gjona në dersin e kaluar. Ka ana tjetër,
ndalohet rrepsisht që femra të vishet me teshat që janë posaçme për meshkujt, si qëni po thamë posaçme për meshkujt, për burrat, sikur se femra del nga shtëpia e saj me pantallona, të del me pantallona, të cilët pantallona janë posaçme për burrat dhe për meshkujt. Edhe këtu kemi një islam, momentalisht një model të islamit i cili fatkeqësisht është indikum nga moda italiane dhe franceze. Dhe pasire dhe nga moda turke, e cila s'ka të boje me fen, e cila s'ka kur një farë lidhje me fen islame. Këto janë modat e dizajnerve të ndryshme të cilët kanë për qëllim profit, fitim, interes material. A s'ka gajle që mbulesën apo teshen që e ban tjetë si pas regullave dhe parimeve fetare. Dhe çka ndodh? Shkojnë dhe bëjmë pantallona kinse prej mëndafshi. Dhe thënë këto nuk janë për burra, janë për gra, se janë nga mëndafshi. Pa ma thënë e ka emrin pantallon kjo. Shkojnë dhe bëjnë farmerka nga ana tjetër çka janë ndrojnë anën e pullave. Thënë këto nuk janë për burra, janë për gra. Këto janë mashtrimet shejtanit. Këto janë mashtrimet hollat shejtanit të rrezikshme. Apo shkon dhe pantallonat e femrave i banë më të gjona. I banë më të gjona, atë gjona sa që s'dallohet koma prej komës, ama me gjithat ajo ka emrin pantallon. Dhe me atë marrin guximin që gratë me dorë prej shtëpisë me mashtrimet që i banë dikush tjetër. Por ne kemi për obligim dhe detyrë fetare që tregojmë se kjo formë e daljes prej shtëpisë është haram për një femër muslimane, e cila ka frikën Allahut Azza wa Jall, nuk del prej shtëpisë kështu në këtë formë. Dhe çdo lloj teshës i cili është i posaçëm për femra dhe i veshin meshkujt, është teshë e bën me lanet e mallkume. Dhe çdo lloj teshës e cila është e posaçme ndreq për meshkuj, për burra, dhe të njëjtën e veshin gratë, përsëri edhe kjo teshë është e bën me lanet, është e mallkume nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Na po folim për këto tesha që janë para krejt miletit. Veshja e burrit para gruz vet dhe vetëm para saj është diçka tjetër, dhe e gruz para burrit vet është diçka tjetër. Kjo më është do të thotë qëndrim privat dhe intim, ku kanë të drejta private të cilët si kanë para krejt alemit, para krejt dunjos. Që du të kemi na parasysh në mbrojtjen dhe ruajtjen e petkut fetar islam me rregullat dhe parimet fetare. E të mos e bim punën që Allahu Azza wa Jall shkaku i teshës tonë të na ban lanet, na mallkon. E mallkimi nuk është punë e vogël dhe e thjesht, ashtu si dikush ka mundësi ta kupton. Mallkim është tardu wal ibadu an rahmetillah. Mallkim lanet është kur Allahu dikan e largon, e përzen dhe ja ndalon, ja ban haram rahmetin e Zotit. Kur thot Allahu për dikan i mallkuar qoftaj, do me thonë atë njeri e kum përzon prej rahmetit tem dhe ja kum bo haram rahmetin tem. E kur Allahu zban rahmet, kush guxon me të boti rahmet për pas Allahut Azza wa Jall? Xhamat, nëse ka mundësi ecni para, se ka bajgi venda a larg jashtë është lakt, do thotë obori i xhamis. Edhe dhomat gjathe të majtë të çardaki do thotë kanë vende, lirisht mushni dhomat që janë gjathe të majtë. Xhamatni që janë jashtë, mos rinë të lagën në për park dhe në për gurzit që janë të lagta, mushtë në xhamin gjathe dhe në të majtë, mushtë e mirë, sikur me konë për namaz. Xhamia është e madhe, alhamdulillah, dhomat janë çelta komplet, mushni soba në gjathe dhe në të majtë. Rrugët mos i zeni ulos, leni vend kalim për xhamatlit. Hini të sobat që janë gjathe dhe në të majtë. Ka vene. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu ar-rajula yalbisu labsata al-mar'ati wal-mar'ata talbisu labsata ar-rajuli. Thot Allahu e mallkoft burrin i cili vesh tesha të grave dhe gruan e cila vesh tesha të burrave.
E na fort mirë e dim se cila teshë është për burra e cila është për gra. Etika tjetër që përmendim këtu është që muslimoni gjatë veshmbathjes së tij të mos ju përngjason jo muslimanëve. Të mos veshet njëjtë sikur se jo muslimant. Por të kemi kujdes që na të arrujmë petkun ton tradicional e cila është e njohur tek ne. Shiqoni se çfarë rahmeti të gjon ka Allahu subhanahu wa taala, i cili s'na ka qu ajet kuranor apo hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që më na thonë jo keni mu vesh kështu. Por si e kalon këtë punë? Se cili veshet sipas vendit vet çish veshen ata. Derisa ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që mu vesh me një tesh të huaj në vendin tënd, e cila tesh është e panjohur. Dhe unë kam përmend këtë shumë raste. E kam përmend këtë shumë raste që do të thotë veshet sikush sipas vendit vet. Por nga ana tjetër, edhe është haram që formën dhe mënyrën e veshjes së jo muslimanëve me pru tek na, edhe mu dallu nga njerëzit. Sikur se ndodh me gurbeçarët e tonë her pas here, të cilët vetë sa me na pru pare tek nej dhe mi bo hajrë muslimanëve bin teshat shkoçta, modë. Vetë sa me pru kultur, arsimim, me sa me pru diploma, ku i kanë shkollimin pa pare, bin vajza me mini suknja. Kjo s'na duhet. Kjo tesh nuk ka për neve, s'na duhet kjo. Teshat e harnume me peçata, me vula, me çkoçta, kjo nuk ka mod. Nuk është as tërbia as edukat. Atë majnë në Evropë. Dhe është haram atë tesh me pru tek na, dhe na muslimanët e kemi haram që me u përngjasu me ato mu vesh. Edhe pse e folin ndoshta gjuhën tonë, edhe pse ndoshta e kemi familjar tonë, të fatkeqësisht, se ky problem është i krejt neve. Unë kur përflas këto, nuk po flas për njerëz pa njohur, po flas për njëri tjetrin, për mu, për ti, për atë, për këtë. Është problemi përbashkët që na krejt së bashku duhet me luftu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men tashabbaha biqaumin fahuwa min. Kush i përngjason një popullit, ajo është nga ata. Kush i përngjason, kush veshet, kush flet, kush jeton sikur një popull i cili është jo besimtar, thot ai është sikur sa ata. Dhe thon dietarët, përngjasimi me jo muslimant, nëse nuk është dalje prej fesë, atëherë themi që është nga mëkatet më të mëdha, nga gjunat më të mëdha. Që na duhet kemi parasysh këto parime, këto rregulla që të mos bim këtë gabim. Që vllatë ton kur ta shohin një modë në televizor, e cila modë nuk është e jona, na të mos bohemi baballar të cilët e mashtrojmë vetveten dhe evladin që kemi nesër më njerë t'ja blejmë atesh e vladit ton. T'ja bëj qefin e vladit, jo? Sa ke bëj qefin e vladit, por e ke shkatru, e ke prish e vladin tant. Ja ke shtin zemër dashurin ndaj jo muslimanve. Ai sot bot me tesh sikur ata, ama nesër bot edhe me moral dhe me tërbije sikur ata. E ata nesër, e ato në Evropë na e din fort mirë se e vladin si e trajton. E trajtojnë e vladin ma kje se sa qenin që e trajtojnë. Ta ata ma i respektu më është qeni, e rujnë deri në vdekja e vladin si të ban 18 vjet, ja jopin shkelmin, up qka du shban. Ta ata e vladin e rujnë qenin deri në vdekja ma babën me reqon në shtëpin e pleqve, të qka du shban, i madhë moja mune. E na nëse japi mudhë këtimve tërbijeve të huja në veshje, nesër kanë më ardhë edhe morali i timve ka marrë të këna, edhe mentaliteti i timve ka marrë të evlat të tonë. A kush është bo sebeb? Na jemi bo sebeb. Na jemi bo shkaktar. Fajt si ka i thmija, fajt i ka baba, fajt i kemi pas në këtë rast, që i kemi dhonë udha timve që të marrin tërbije dhe edukat nga jo muslimant. Kemi kujdes të regula dhe këto parime, sepse janë të mdhaja dhe madhështore për të cilët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka fol. E për një çështje kur flet dhe fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe këshillon, ajo çështje e madhe, është e madhe dhe rëndësishme, për cilën duhet kemi kujdes dhe ta kemi parasysh që të largohemi nga këto gabime. Lusë Allahun azza wa jall që të na ruaj dinin, që të na ruaj imanin, që të na ruaj moralin, që të na ruaj traditat e tona të mira, pozitive, të cilat janë përputhshmëri me fenë dhe dinin ton, ku dhe lusë Allahun azza wa jall gjithë të na i bën nasib që të ringjallemi me fjalën e dashur tek ai, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mund si shasni para, pa ju ngushtu tepër s'po du, po
hesni para, ka vende, jam të pa. Bushtani xhamat. S'fami ka më